Në vitin 1935, Gherardina, mbretëresha e shqiptarëve, vendosi të ngrejë në Burel një park të madh si dhuratë për matin, që ishte edhe vendlindja e mbretit Ahmet Zogut. 81 vjet më pas, parku që mban emrin e mbretëreshës, i vendosur në pjesën veriore të qytetit, është akoma një ndër parqet me bimësinë më të rrallë, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në Ballkan. Mbretëresha solli këtu disa nga bimët dhe drurët më të rrallë të kohës, si dëllënja gri, cedrus, sofratika apo dhe kropmoteria japoneze. Por një pjesë e mirë e bimëve të rralla u morën dhe u vendosur në parkun e liçenit artificial të Tiranë. Por sipas specialistit të gjelbrimit Ibrahim Përlesha, në park ka akoma dhe shumë pemë të rralla tropikale. Ka një sipërfaqe prej 27.000 m2. Këtu ka rreth mbi 1.000 drurë dekorativ, mbi 400 shkurre dekorative, mbi 200 metra krenar bordura të gjelbërta, ka rreth 1.000 m2 rrugë dhe rrugica. Në këtë park ekzistojnë disa bimësi të cilat kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës. Një ndër këto bimë të rralla është edhe kjo që ndodhet pas meje, e quajtur si mbretëresha e parkut. Parku Mbretëresha Gherardini i qytetit të Burelit, fundjavave dhe sidomos në stinën e verës, pret mira qytetarë të cilët dalin për ajër të pastër. Të rinjët moshuar zgjedhin këtë park për kaluar disa orë në freskinë e pemëve dhe ajrin e pastër, ndërsa fëmijët e vegjël e përdorin atë si kënd lojrash, pasi mungon një i tillë në qytet.